Në Universitetin e Tetovës u shënua java e veçantë studimore e organizuar nga Fakulteti Pedagogjik. Tema e kësaj jave ishte nga ideja në sukses, menaxhimi efektiv i projekteve. Studentët janë trajnuar 2 ditë për këto projekte dhe kanë përzgjedhur tema interesante, të cilat i kanë prezantuar dhe secili projekt synon rezultate të caktuara, deklaroi dekani i këtij fakulteti Lulzim Mehmedi. Ne sot pra në ditën e fundit i promovuam ato projekte dhe pam se dolin pa kreativiteti i studentëve, kishim 9 projekte, 9 grupe të studentëve që kanë punuar dhe secili projekt ka vlerën e vet, secili projekt synon rezultate të caktuara dhe secili projekt ka një mund dhe një përkushtim të jashtëzakonshëm të studentëve tanë. Projektet kanë qenë nga të ndryshme, domethënë kanë prekur zhvillimin e aftësive socio-emocionale, orientimin në karrierë, kanë prekur detektimin e rasteve të fëmijëve me nevoja të veçanta, pra preventivën para se ai të fillojë trajtimin. Kemi pasur projekte që kanë pasur edhe synim zgjedhjen e problemeve me qente ndacak, ushqimin e studentëve përmes hapjes së një kantine ku vetë studentët do të vetëpunësohen, do të angazhohen në këtë drejtim dhe do të kenë hapësira edhe të ulen, edhe të mësojnë edhe të shoqërohen njëri me tjetrin. Gjatë kësaj jave ne kemi organizuar javën e veçantë studimore, të cilën çdo vit organizon fakulteti ynë. Në këtë ditë të fundit ne kemi përmbledhur aktivitetet të cilat i kemi realizuar në kuadër të kësaj jave. Në kuadër të grupit tim ne kemi organizuar projektin Karnevali i lojrave edukative, i cili ka për qëllim zhvillimin socio-emocional tek fëmijët si dhe zhvillimin kognitiv. Përndryshe, ky aktivitet është realizuar në partneritet me Qendrën Maqedonase për Edukim dhe Mbështetjen e Rektoratit të Universitetit të Tetovës.